I kom 3 çështje të vogla, nuk po du mu me i zgjat, po i thon telegrafikisht. A keni ju si le të ke garancë që Zoti Kurti ka qëllim me kriju qeveri, apo po don mjet? E dyta, unë mendoj që jo, po don me kriju mjet e jo qëllim. E dyta, a do të thot kjo qeveri nacional tranzicionit që Albulena Haxhiu pranohet nga LDK si kryetare e kuvendit? Dhe e treta, a i keni thonë ju si LDK me këtë letër të fundit drejtu adresu Zotit Kurti, jo një koalicioni tish opozitës i cili do ta dërgonte vetëvendosjen në opozit. Shumë pyetje i kjerë ndicë, Halil, po. Urdhra, Aziri, telegrafikisht Halilit shumë pyetje ta ka bën një intervistë shkurtër. E para për LDK lemni i propozuar nga lëvizja vetëvendosja është e drejtë e fitume. Dhe ata kanë vlerësu, ata kanë propozu, por po mungon angazhimi maksimal për ta bërë të zgjedhur dhe këto është problemi. Natyrisht që nuk kemi rol ne partitë e tjera që nuk është ndërtu ai besim sa përket meje, edhe LDK-s ne nuk kemi ndërhyr në të drejtën e fitume, as nuk pranojmë që të drejtën tonë të fitume nesër me laku askush tjetër. Nuk është çështje thjesht procedurale, kjo është çështje politike dhe kjo është njëra prej arsyeve që ne në takimin e dytë të ftuar nga Zoti Kurti nuk kemi shku sepse kemi thonë për çka duhet bisedojmë për çështjet fituara dhe çështje procedurale. Zoti Kurti edhe në letrën e parë unë kam besu dhe kemi diskutuar në LDK dhe letrën e tretë e ka qëllimin politik. Dhe kur Zoti Kurti ka qëllim politik, ai ndryshon mjetet, po qëllimin nuk ndryshon. Dhe kjo është e vetëdijshme edhe duhet mu lexu drejt. Qëllimi i tij politik është që me ndërtu institucione dhe me trajtu LDK si partner i katërt në qeverisin e tij. Duke pas parasysh që ai ka një provoj këto 4 vite me partner të veçën që kanë qenë të absorbum mbrana listës së tij edhe zgjedhore herën e fundit në firmën e vetëvendosjes, por një renditje edhe një marrëveshje politike që e kanë mbërrit. Edhe me minoritetet jo serbe në Kosovë po ashtu. Edhe raportin e mond njëjtë. Tani Zoti Kurti po beson që me bindë LDK-n duke e ofruar si partner të radhës me ndërtu institucione. Ne